vlerësoj që arsyetimet afërsisht ose rrethonat afërsisht janë të ngjashme ato që kanë qenë në shtator dhe rrjedhimisht pres që gjykata kushtetuese mund të vendosë një masë të përkohshme. I mbetet gjykatës kushtetuese për ta vendosur në rast se eventualisht procedura dhe e drejta për të propozuar është më e rëndësishme apo në instancë fundit numrat të cilat natyrisht që zoti Raqiç i mori. Në rast se vlerësohet që zgjedhja e nënkryetarit të përkatësisht zotit Raqiç nuk është në pajtim me kushtetutën, lehtësisht mund të kemi vendim të gjykatës në të cilën konsiderohet se kuvendi nuk konsiderohet i konstituum dhe të njëjtin e obligon që brenda afatit të mbetur përkatësisht 10 ditë ta përmbyll procesin. Po shpresoj që ta trajtoj brenda hapësirës përkatësisht me prioritet për faktin se siç dihet afatet mund të rrjedhin dhe rrjedhimisht mund të vijmë në një situatë të paqartë kushtetuese dhe ligjore. Gjykata kushtetuese sipas dispozitave respektive të ligjit për gjykatë kushtetuese mos të vendosë një masë të tillë. Në rast se i referohemi arsyetimit të vendimit për masë të përkohshme të shtatorit, vlerësoj që afërsisht ato rrethona ekzistojnë sipas arsyetimit paraprak, prandaj vlerësoj që lehtësisht mund të kemi në ditët në vijim brenda një periudhë shumë të shkurtër një vendim të tillë, i cili natyrisht që do të nënkuptonte ndaljen e rrjedhjes së afatit për sa i përket çështjes mandatarit, për faktin se siç dihet tashmë presidentja e vendit e ka caktuar mandatarin përkatësisht zotin Kurti për ta themeluar qeverinë, i cili natyrisht që afatet kushtetuese për aq kohë sa nuk ka një vendim të gjykatës kushtetuese për masë të përkohshme mund të rrjedhin. Prandaj vlerësoj që arsyetimet afërsisht ose rrethonat afërsisht janë të ngjashme ato që kanë qenë në shtator dhe rrjedhimisht pres që gjykata kushtetuese mund të vendosë një masë të përkohshme. Besoj që po brenda kësaj jave, mbase në fillim të javës tashme, lehtësisht mund të kemi një vendim të tillë. Janë bukur të kontestueshme veprimet me rastin e zgjedhjes së nënkryetarit nga radha e komuniteteve, për faktin se është bukur problematike me arsyetu një vendim të tillë për aq kohë sa kemi propozim në rastin konkret të listës serbe, 9 deputet janë propozuar dhe nuk ka pasur mbase edhe guzim të spektrit politik për të vendosur në raport me cilin do prej propozimeve të tilla. E anashkalimi i një shumice të tillë edhe zgjedhja e një nënkryetari i cili pavarësisht që i përket komunitetit e fjalë, megjithatë në bindjen time ka munguar aspekti procedural që është shumë i rëndësishëm për faktin se siç dihet, siç e thash, rregulloria e punës së kuvendit si instrument i cili buron drejt për drejt nga kushtetuta e vendit, për më tepër edhe gjykimi shtatorit i këtij viti në pikën 148 përcakton që i obligon në fakt deputetët që procesin e zgjedhjes së nënkryetarit nga radha e komunitetit ta bëjnë në pajtim me kushtetutën dhe rregulloren e punës së kuvendit. E kur kemi parasysh faktin që rregulloria e punës së kuvendit thotë që propozimi i nënkryetarit nga radha në këtë rast e komunitetit serb, përveç se duhet të bëhet me shkrim, duhet të bëhet edhe nga shumica e deputetëve që i përkasin këtij komuniteti, që në rastin konkret në bindjen time këto dy elemente nuk janë plotësuar, prandaj i mbetet gjykatës kushtetuese për ta vendosur në rast se eventualisht procedura dhe e drejta për të propozuar është më e rëndësishme apo në instancë fundit numrat të cilat natyrisht që zoti Raqiç i mori. Sa i përket çështjes së pasojave, kemi thënë që në krye të herës është vendimi paraprak i gjykatës kushtetuese kur ka vendosur afatin brenda 30 ditësh dhe nuk ka vendosur pasojën në rast të mosbatimit të këtij afati. Ndërsa rasti i fundit, unë kam përshtypjen që në rast se i referohemi kushtimisht me thonë aspektit rrjedhjes së këtij afati, fakti që kanë kalu 2 ditë nga 12 që e përcaktuar me vendim, atëherë nënkupton që në rast se vlerësohet që zgjedhja e nënkryetarit serb përkatësisht zotit Raqiç nuk është në pajtim me kushtetutën, lehtësisht mund të kemi vendim të gjykatës në të cilën konsiderohet se kuvendi nuk konsiderohet i konstituum dhe të njëjtin e obligon që brenda afatit të mbetur përkatësisht 10 ditë ta përmbyll procesin. Do të thënë se është brenda afatit për faktin se sipas 113 të kushtetutës 10 më shumë deputet brenda afatit prej 8 ditësh mund të kontestojnë një vendim të kuvendit, qoftë për nga procedura, qoftë për nga përmbajtja e tij nëse njëjti është në përputhje ose jo me kushtetutën. Për aq kohë sa është brenda këtyre parametrave, atëherë vlerësoj që është në rregull adresimi i kësaj çështje. Tash mbetet gjykatës kushtetuese konstatimi i një elementi jashtëzakonisht të rëndësishëm, se antari kryesisë nga radhat e komunitetit serb, si detyrim kushtetues për të përfaqësuar komunitetin ato,
Në rast se është i mjaftueshëm vetëm përkatësia e tij etnike, apo i njëjti duhet krahas të qenurit i përkatësisë serbe duhet edhe të propozohet nga shumica e deputetëve të cilët i përkasin komunitetit të fjalë. Për më tepër një gjë e tillë është e përcaktuar edhe në rregulloren e punës së Kuvendit në 12, sipas të cilit përcaktohet shumë qartë. Për më tepër, edhe ankthgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese i obligon deputetët e Kuvendit që brenda parametrave kushtetues dhe rregullore së punës së Kuvendit ta konsiderojnë Kuvendin. Prandaj vlerësoj që gjykata kushtetuese duhet të vendosë përkitazi me kërkesën dhe brenda parametrave të saj